si të themi një emocion, apo një kundërshtim dhe kemi pas një lloj gjysmë kuvendi, diqysh si të inskenuar dhe kemi ardhur deri tek ajo që do të vazhdohet me zotëri Abdigjikun. Mirë, po të njëjtit zëra pas rezultatit zgjedhor janë ngritur edhe më shumë dhe janë mbledhur në nënshkrimet. Prandaj mendimi im personal është që zotëri Abdigjiku ka dështuar në menaxhimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ka dështuar. Po. Mendimi im është se ka dështuar, prandaj kemi ardhur deri tek kjo dhe shpresoj që të gjendet një marrëveshje brenda LDK-s dhe të dalin të unifikuar në mënyrë që të japim Kosovës institucion. Tanim duhet të ndërpres ty, zotri Koça, ta pyet zotrin Hajrën. A ka dështuar Abdigjiku në menaxhimin e LDK-s? Pikërisht kjo është diskutimi mbi cilën edhe është thirrë ky kuvend i jashtëzakonshëm. Domthonë ekziston një perspektivë politike disa njerëzve në LDK të cilët rezultatin zgjedhor të LDK-s në dy palë zgjedhjet e shohin si dështim.